E janë i të gatuajme të mësojmë 2 receta që zonja Vjollca ka menduar për të gjitha anvisat. Ju përshëndesim nga këndi gatimit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju përshëndesim, siç tha dhe Niki, dhe do të bëjmë një tort me limon. Nuk do të jetë e fryrë, do të jetë diçka e sheshtë. Nuk kemi plur pjekës përpara, por shumë e shijshme. Ke menduar tani, meqense jemi në këtë stinën që të gjithë fillojmë edhe kujdesim më tepër për shëndetin, për të dobësuar e kështu dhe ëmbëlsirat na i sjell kështu tharta me limon, do të thartë? Jo, të thartë me limon nuk do të jetë e thartë, për arsye se ka goxha sheqer, por do ta konsumojmë në sasinë të reduktuar. Të reduktuar, bravo. Atëherë, për të realizuar këtë recetë, i shikoni që unë kam darë pak veç këtë pjesë këtu, nga kjo pjesa këtu, kjo është krip. Që dhe në përëmbëlsira, pa tjetër, duhet të mi kanë gatruar këto mua. Kush mi kanë gatruar? Këtë këtu kush ma kanë zerë? Linda. Mirë. Atëherë, këtë pjesën këtu e kam për të gatuar brumin, atë pjesën e poshtme. Gjalp Vitam është shumë i shëndetshëm, i pasur me vitamina dhe omega 3 dhe 6, është një produkt i shkëlqyer për të realizuar receta në mënyrën perfekte dhe që mos të marrim shumë pa. Edhe ëmbëlsirat, por edhe recetat e kripura. Po patjetër. Po, është universal që mund ta përdorim për gjithçka, po në mënyrë të veçantë, unë e vë theksin ke ëmbëlsirat, se ja kalon të gjitha llojet të yndyrnave kur ne duam të përgatisim. Pra, unë kam thënë dhe herë të tjera, jo e ndajmë kutin, kurse sot vajta dje mora ke këmëjuja në masën që më duhet mu, 250 gram. Unë nga ky do të lë vetëm një lugë, për arsye se do të konsumoj 225 gram. Gjalp Vitam. 250 gram miell, sheqer, jo shumë të trash, jo dhe pluhur, gjysë të bluar, pak krip dhe mielin, si që shikoni, ka miell divela. Të gjithë këto përbërës, unë do të përfundojnë në një tas. Pra, gjalp, miell, pak krip, sheqer. Ndërsa, të gjithë këto përbërësit këtu, do të përfundojnë në një tas tjetër, ku kemi 250 gram, mund të jetë dhe 300, po do të dali shumë e ëmbël, me që kemi qumësht të kondensuar, nuk do li vëndi që ta shënonim në dras, pra si themi në shqip qumësh kutije, kemi jo komplet kutin, edhe këtu do të lëmë 2 lukë, po shumë i ëmbël, kemi grirë holl, lëkurën, basi kemi larë mirë me ujë të ngrohtë, lëkurën e 2 limonave, 4 kokra vezë, një lugë miell, një lugë e gjysë miell, jo me shumë maj, dhe këtu e kemi këtë me të shënuar 150 ml lëng limoni. Dhe të gjithë këto përbërësi do të përfundojnë në një tas, por do të gatuajmë njerë brumin, që është pak i vështirë, nuk do të kapet brumi kështu si që është, por do të jeti thërmuar. Këtu hedhim me njerë mielin, do të hedhim pak krip, do të hedhim sheqerin, dhe do t'i përzjej të gjitha së bashku. Sepse përderisa nuk do të ketë diçka që mund ta lagështonte, sigurisht do të jetë i thërmuar, ose mund të jetë një vezët. Dhe do ta hedhim me shuferi me thërime në tavë, dhe do ta ngjeshim me dorë ose me lugë. E kuptoj. Këtu tani, për gjalpin. Ja, se kam zirë, se gjithmonë të loth një qikun ty, po. Do të hedhim gjalpin. 225 gram është e masa. Po, do ta lë një qikë. Ja. Ja, salash? Nga që kutia e vogël, 250. Me një pirun, në ndimon piruni. Bëjmë bashkimin e të treja. Bëjmë bashkimin, po të kisha pak miell, mund të keni brumatrice në shtëpi, mund të vendosni drejt në brumatrice. Unë po të kisha një sasi më të vogël, ta vendosja edhe kjo grishësja e qepës dhe do të më krynte punë. Ja. Do filloj ta punoj me një qik me dorë. Ka filluar pra të bëhet si... Po, filloj të lidhet pak. Ja. Për
për pjesën e brumit, këto janë përbërësit vetëm. Absolutisht asgjë tjetër. Lloji i brumit që do ta përdorim për këtë recetë. Po. Do të jetë një brum i shkrifët, ta kthejmë një çik kështu, që të na shohin më. Gjithmonë unë e lë mielin. Absolutisht asgjë të lëngshme, vetëm gjalpin. Dhe me kaq që madje po, duhet të hedhë edhe pak fare brum. Kështu më fal, miell. Kemi mielin tonë, divela. Mbushë një lugë. Marrim një lugë tjetër. Po. Edhe një tjetër. Mjafton. Qa i kam bërë, e kam rrahur brumin. Ja. Me pak punim edhe arrin të... Po, prandaj dhe vura doreza, që të punoj e qetë. Gjithsesi, trajtën e një brumi ka marrë. Do shtrohet kështu me dorë, pra nuk do të ishte e lëngshme pak më... Nuk mund të hapim me kështu. Ja. E punove. Nëse do të hap do më thërmohet, shesi thërmohet. Ja ti mbledh të gjitha dhe do të vendosim me njëherë në tepsi. E hapim me dorë. Kjo ishte për pjesën e brumit vetëm. Pjesa... Po, do të vendosim në furrë tani. Do të pjekim mirë. Po, do të pjekim pak. E lëm për 15 ose 20 minuta. Jo të në marrin gjyrë, nuk duhet të marrin gjyrë. Absolutisht jo. Dhe sipër do të hidhet pjesa që do të përgatisim. Dhe do të përgatisim një krem dhe do ja hedhim sipër për ta pjekur. E rëndësishme është masa që do të respektojmë. Ja, e pam të gjithë që unë prandaj e mbaj qesen me miell, gjithmonë, ndoshta më ka shpëtuar dora, duhet kisha lënë çik më shumë gjalp aty. E nivelojmë drejt, nuk është nevoja që të lëm mure, siç kam thënë unë më parë, për ndonjë ëmbëlsirë tjetër. E vendosim në furrë dhe bëhemi gati. Dhe nuk do të fryhet, thamë që do jetë një ëmbëlsirë kështu e sheshtë, jo e fryrë. Bëhemi gati për të nisur formimin e kremit, po me njerë pas publicitetit sa të sistemojmë dhe ne tryezën, shkëputemi për shumë pak minuta dhe rikthehemi shpejt. Ja ku jemi, tani vëmendje për gjitha anvisat që ndoqën realizimin e brumit të tortës, për të realizuar tashmë me përbërësit që kemi mbi tryezë që zonja Vjollca sërish do t'i përsërisi atë kremin e cila përbën tortën, le të themi. Po, atëherë këtu kemi 4 kokra vezë. I hedhim të 4-ta në tasë dhe i rahim pak. Sa t'i trazojmë, vezët a i ban, gjithmonë jemi tek vezët a i ban. Hedhim sheqerin, trazojmë së bashku sheqerin dhe vezët. Niki do të më ndihmosh? Do të vazhdojmë. Ja, tani do të hedhim këtu shumshin e kondensuar. Sa qumësh kemi këtu? 250 gram. Mililitra. Do të hedhim një lugë e gjys miell. Ose një lugë, po jo me shumë maj. Kur them një lugë e gjys, luga, fjala është për lugë gjelle, tjetë luga e prerë. Ose 30 gram. Sa të na mbajnë 2 gishtat krip. Do të hedhim lëngun e limonit. Lëngu
e bëm pak të hollë tani, do kemi edhe më kapën miell apo jo? Të gjitha këto kapen, së është veza, është mielli dhe do të kapen në momentin që do të piqet. Do të aplikim që do të jetë në trajtën e një kremi. Ndonjëri nga ju ndoshta ka probleme me laktozën, nuk i pëlqen qumshi, edhe mund të mos t'ja hedhi fare. Do më thënë është e njëjta recet minus pjesën e qumshit. Tani hedhim lëkurën e limonit, do t'jeni shumë të kujdesshëm. Limonit va lajmë mirë me ujë të ngrohtë, për arsye se lëkura e limonit dhe portokallit mbajnë shumë mikrobe, nëse ne dhe thjesht do të qërojmë dhe do të hamë përsëri portokall me ato duar. Këto u përzihen tani me një tjetër, një heqim. Pas 15 minutave që do të piqet... Mbas 15 minutash, ku brumi, se nëse do të hedhim në këtë moment, atëherë brumi do të nëmbetet qullit e mene. Do t'i ftot një? Taftojmë, apo s'ka rëndësi? Jo, s'ka fare, s'është rëndësishme hiq, vetëm që brumi të jetë zverdhur pak. Thjesht do t'a hedhim si për brumit dhe me njëherë do t'a vendosim në furrë. Për t'a lënë dhe 20-25 minuta, derisa të marri një faqe të verdhë. Pastaj e nxjerrim, e ftohim, dhe do t'a pudrosim me pak sheqer pluhur. Kjo është realizimi i tortës me limon për përbërësit që kemi në menu, 250 gram miell, 100 gram sheqer, 225 gram gjalp, pak krip, që bërin pjesën e brumit, këto përbërës, ndërsa 300 gram sheqer, 1 lugë e gjysëm gjelle miell, 4 kokra vezë, 250 ml qumë në shkondensuar, 2 lugë çaj lëkur limoni, 150 ml lëng limoni janë përbërësit për pjesën e kremit, të cilën sa po e realizuam dhe ta vendosim pasi brumit jetë pjekur 15-20 minuta dhe më pas sërish do të vendoset në furrë për të pjekur. Tani, zonja Vjoca, gjatë kohës që unë lexova përbërësit, kanë nxjerrë mbi tryez të tjerë përbërës të recetës së dytë, që ta realizojmë në pjesën tjetër, por sigurisht e prezentojmë një. Me që ne do të hamë ëmbëlsirë, Niki, dhe duam që ta shuajmë, mos në rritet kolesteroli, sheqeri. Atëherë mendova që të bëjmë një recet tjetër, një supë me spinaq dhe me qiqra. Do të dini që qiqrat janë të mrekullueshme, janë të shëndetshme për të ulur yndyrnat në gjak. Është e vërtet, gjithë pjesa e familjes së legumeve ka këtë rol. Atëherë, kemi 2 qepë që unë i kam grirë imët. Një, i kam mbuluar me kapak që mos të mbajnë vëndi këtu erë të keqe, dhe 2 thelbi hudhër. Me 2 lugë vaj do të përfundoj në këtë tenxhere, vaj ulliri altis, dhe do t'i kaurdisim derisa qepa të zbutet së bashku me flas me hudhrën. Edhe pse do të zbutet, ne gradualisht 100 ml koncentrat knor perimesh, unë e kam holluar, e kam bërgati, pra bëhet fjalë për knor perimesh që unë i kam në frigorifer, të gjitha në dollap, s'është nevojë në frigorifer, pra i kam dhe koncentrat perimesh dhe koncentrat viçi dhe nga 17 me 12. Po mi që vendosa që sot të jetë receta vegetariane, tash të të ndihmoj me koncentratin e perimeve që jep një shije absolutisht të mrekullueshme. Shumë qep ju duket ju, por duhet kaq qep. Nëse qepët janë shumë të vogla, mund të jetë edhe 3 qep. Flas gjithmonë për 4 persona. Do të hedhë edhe hudhrën e grirë dhe do t'a kaurdis derisa këto 2 përbërës së bashku me vaj të zbuten. Mbasi të zbuten, do t'i ndihmoj duke hedhur fillimisht 100 ml, jo komplet që të zjej, lëng perimesh. Deri këtu do të ecim ne për pjesën tjetër. Shikoni ju spinaqin që nuk është në gjendje të freskët. E kam vendosur 2 minuta, ashtu gjethe siç ishte, 2 minuta në ujë të valuar me krip, e kam kaluar në ujë të ftohtë dhe më pas, mbasi është ftohur, e kam grirë shumë imët. Kjo recet mund të konsumohet, po patjetër. Kjo recet mund të konsumohet kështu siç është, gatimi, por dhe mund ta kalojmë në blender, të dyja së bashku, ose kalojmë në blender vetëm pjesën e spinaqit dhe të qepës, që japin një trajt më kremoze, dhe më pas qiqërat kanë dhe bukurinë e vetë në një strumb jeshil të rina ashtu të verdha.
Kemi pastaj sigurisht edhe, ne do ecim deri këtu, më tepër nuk do të punojmë. Përbërësit ju a përmendëm anvisave, e din tashmë se çfarë supe do të jetë. I përmendim dhe një herë, qepët, meqense e mbaruam me 2 qep mesatare, kur the mesatare jo tanoj nga e vogla apo nga çik më të mëdha, ose 3 qep të vogla. Edhe hudhra, 2 thelpi hudhër, 2 lugë vaj ulliri. Koncentrati 800 ml koncentrat perimesh, një tufë majdanoz, spinaqi. Aty kemi, unë kam 450 gram spinaq. Këtu, Aty. Ose, nëse do ta merrni të gatuar gati, atëherë do të mjaftonte 250 gram. E kuptoj. Mund ta marrin dhe të frigoriferit në një moment që mund të mos ketë spinaq dhe ju hahet kjo supë. Në sezon. Qiqrat, kripën, majdanozin. Dhe këtu kam salskosi të zakonshme, që në çdo pjatë mund të hedhim një lugë. Po jetë një sy brumit, por kam përshtypjen se do dhe pak minuta që të mpiksë. Dhe kripi perzi patjetër, Po. Në pjesën tjetër do të realizojmë edhe vendosjen e kremit tek brumi, i cili sigurisht do dhe një 5 minuta për të bërë gati. Ne do të shkëputemi zonja Vjolca, është momenti që t'i lëmë kohën e dur hapësirës publicitare dhe hapësirës informative, takohemi në pjesën tjetër, qëndroni aty për të na ndjekur. Mirë se erdhët në program, në këndin e gatimit në pjesën e 2, do të gatuajmë supën me spinaqe dhe me qiqra. Zonja Vjolca tashmë e ka prezantuar si recet, por do t'i vim sërish në ndihmë anvisave për t'ua shpjeguar dhe rishpjeguar qoftë përbërësit, qoftë mënyrën e gatimit. Po, atëherë anvisat na thanë që ne këtu vendosëm 2 lugë vaj ulliri altis, hodhëm 2 kokra qep të grira shumimët dhe 1 ose 2 thelpi hudhër varet nga amatësia e hudhrave. Mbasi u zbut qepa dhe hudhra, e ndihmuam duke hedhur 100 ml lëng koncentrat knor perimesh. E kam vendosur këtu për arsye se kemi thënë gjithmonë që kur ne do të shtojmë një gjendje të lëngshme, të ujshme, në supë apo në një gatim, duhet jetë nxehtë. Unë e kisha ngrohur mbasi kur treta koncentratin, por është puna që u fto. Tani do të hedhim, pra ju e shikoni që qepa dhe hudhra kanë marrë trajtën e një salse. Hedhim këtu spinaqin. Dhe tani hedhim përsëri koncentratin. I trazojmë. Thash që kjo supë mund të konsumohet në trajtën e një pureje, por mund të konsumohet dhe kështu siç është. Nëse dikush nga ju e do në trajtën e një pureje, ne tani jemi në momentin ku të gjithë këto përbërësit, qepën së bashku me spinaqin, mund të kalojmë një qik në blender dore. Mund edhe mos të agrim komplet, por nëse e rrotullojmë 2 herë blenderin, ai do të marri, do të bëhet më kremoze, nuk do të jenë përbërësit të ndarë. Atëhere, unë kështu mendova që ta kaloj shumë pak. Ti rëzova këto pak. Lëkurat. Mjafton. Nuk është nevojë që... Ende nuk kemi hedhur qiqrat. Jo. Qiqrat do të hedhim një 4 gjethe borziloku dhe majdanozin, pra si që është këtu, e shikoni që merr trajtën e një supe më të plot. Po, kremoze dhe... Po, e lëm sa të marri një val, ne do të hedhim qiqrat së bashku me majdanozin dhe disa gjethe borzilok. I jep një shije, e kam provuar lëngun për krip, është normal. Mund të hedhim dhe pak piper të zia, si që shikoni. Filloj të valoj, për arsye se ishte... Një recet kjo pastruse për organizmin. Hedhim gjethe borziloku dhe majdanozi. Nuk i lëm që të zjejnë shumë. Qiqrat janë të gatuara. I kemi shplar, pra unë i kam marrë të gatshme në kuti, por mund të bëni këtë punë edhe në shtëpi, por gjithmonë do t'i shplajmë. Hedhim dhe qiqrat, dhe si që shikoni, ka më tepër lezet që qiqrat të rinë kështu. Por nuk përjashtohet mundësia kur ju mund t'i trazoni dhe mund t'i ktheni në krem të gjitha. E lëm tani përsëri që të marri një val.
Dhe është gati për të servirur. Shumë e thjeshtë, është një supë shumë e thjeshtë, por njëkohësisht edhe shumë e shëndetshme. Dhe e leverdishme. Më lejo t'i lexoj edhe një herë përbërësit në menu, për para se ne ta servirëm, ose fillojmë servirjen dhe unë do lexoj përbërësit. Supë me spinaq dhe me qiqra, solli zonja Vjosa në këtë pjesë të dytë, ka përdorur 2 kokra qep, 1 thelpi hudhër, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 800 ml koncentrat perimesh, të gjitha këto janë gatuar më vete, më pas 200 gram spinaq, 300 gram qiqra, majdanos, borzilok, kry piper i zi, si kundër ndoqet në këtë procedurë të dytë, janë bashkuar të gjithë në një formë, përveç se kemi bluar dhe kemi sjellë në formë kremi spinaqit dhe gjithë përbërësit e tjerë, qiqrat, zonja Vjosa i la ashtu siç janë, të zjerat, shplara, dhe sa po të marrë këtë një pjesë ose të fluskoj, do të serviret. Gati është. Kemi dhe kremin. Kremin do ta hedhim në secili në pjatën. Në pjatën në vetë, po. Ndërkohë i kujtojmë anvisat që torta me limon ka përfunduar dhe ne kemi lënë këtu minjan, sekundër mund ta shihni për të ftohur pak, sepse do ta servirim sa po të kemi përfunduar me recetën tjetër. Është pjekur, e kemi lënë të ftohet, ja, e kemi këtu. Është kusht kjo lloj torte, niki të ftohet për arsye se nga që ka pjesën kryesore. Ja. Dhe salcën e kosit. Mjafton kaq. Një ide super shumë interesante dhe shumë e shëndetshme, duhet të thënë. Pra supë me ngjyrat e natyrës, e gjelbërt, me qiqra. Komplet pastruese organizmit. Sigurisht. Me gjithë borzilokun, majdanozin, spinaqin, qiqrat, haj shumë të shëndetshme. Tasin e lëmë në tryez, tani hidhemi ke torta. Të veprojmë për torta. Është kusht që torta duhet jetë e ftohtë komplet, kur ne ta pudrosim me sheqer. Tani, t'ju sqarojmë anvisave që kjo nuk është e gjitha brumë, kjo pjesa e sipërme nga mezi, e lartë, është kremi që përgatitëm. Është gjysma krem, gjysma brumë. Brumi u poqë më parë, më pas u ftohë dhe më kremin. Tani, mua më ka kap një siklet. Shikon të më vendose kështu si që është, zonja Vjosa, është e nxehtë dhe ne... është një qike nxehtë, po. E marrim dorezat. Kjo pas i ftohet i dhe ta i pluri, si që kemi e ta vafre këtu. Ta vendosësh këtu. Pra si që shihni, pjesa më e madhe e gjithë trashësisë së tortës është pjesa e kremit që ne përgatitëm, me vezët, me sheqerin, me lëngun e limonit, me lëkurën e limonit. Tjetër çfarë hodhëm, zonja Vjosa? Plur sheqeri, lëngun e limonit, vezët, qumëshin e kondestuar kutie. Dhe të gjitha këto u rahan mirë, formuan një lloj kremi. Po, dhe pas e hodhëm sipër. Nuk poq njërë brumi. Pas që e hodhe sipër gjatë kohës u poq. Gjalp, kripe dhe gjalp vitam. Gjalp vitamin, po. Kripe dhe miell, divela. Tani, sa për djeni, këtu nuk është ftohur, është madje më shumë se e vakët, e nxehtë. Por, anvisat si do të veprojnë në shtëpi, me pak sheqer pluhur, jo shumë, për arsye se mendoj që ka mjaftueshëm. Tani, me që është nxehtë, këtu nuk në rri sheqeri i bardhë, për arsye se me njëherë kalon në nxehtësi, kisha lënë sa... Ja, këtu i kemi, fijet e... Mirë, më ato kështu. I lem kështu këto në qendër, dhe për ta parë anvisat, gjithmonë, si që ne guxojmë, për të para të pjesën e pjesën e brendshme dhe të kremit, se është pjesa më e butë lartë edhe poshtë më e fortë, sepse është brumi që... Një shikon, thika duhet lagur njërë. Pa. Gjithmonë që ne do të presim diçka të tillë, më jep një kështu lugë spatull. Por, kur këtu gjithë shka ftohet dhe kthehet në një trup të vetëm, atëherë është shumë e thjeshtë edhe për ta prerë dhe për ta nxjerrë. Mund të rrezikojmë ne që dhe mund të na hapet kremi, po
Mbaj që këndim e ta. Okej. Në këtë prerje do t'jetë më e dallueshme pjesa e kremit dhe pjesa e brumit. Ja. Ja, këtu është. Ne nuk në vetë gjë tjetër, vetëm ta shijojmë, si që shihni dhe në ekran, duket shumë bukur ashtu me shtresat. Është kek me limon dhe të lumshin duart. Kjo është e gjitha. Ja, kështu ta kthejmë. Pjesa nga mezi dhe lartë është pjesa e kremit, pjesa poshtme është e brumit. Me vrak në frigorifer duhet futur kjo, pa e prerë akoma, të mpikset mirë. Nuk e besoj, do ta konsumojmë para se vendosim në frigorifer. Do të mbyllim këtë hapësirë gatimi, sigurisht jo ta shoqërojmë një gotuj se zonja Vjollca gjithë këto gatime të mira që na i sjell na ndihmon shumë. Përfundojmë, kemi një ofertë fantastike, si gjithmonë për ato që ka ne themi gjithmonë çdo ditë për të mbajtur lëkurën elastike, të hidratuar, kolagjenin që e humbasim. Është oferta të cilën shikuesi do të kenë mundësi ta bëjmë për veten e tyre në momentet që do të jetë në transmetim, kështu që do të shkëputemi shumë shpejt. Faleminderit që na keni ndjekur. Nesër në orën sërish kemi 2 receta nga zonja Vjollca. Të falenderoj. Shihemi pas pak. Mirupafshim.